Ndodhemi në një nga mjediset e Ministrisë Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, ku shpesh në këtë sallë të bukur zhvillohen promovime librash, siç është edhe ky i sotmi. Po shkëpusim për pak momente kryetarin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, zotin Aleksandër Qipa. Si ndjeni në këtë sallë në mjedise artistësh, krijuesish? Së pari unë ndje mirë sepse vi në promovim në një libri të veçantë të një prej miqve, njerëzve që më të afërt që kam pas në qytetin tim ku unë jam rritur në Gjirokastër, që është shkrimtari shumë njohur Mjallaq Qilleri. Është i veçantë ky libër për shumë arsye, por ajo që drejt për së drejt i lidhet me autorsinë përbëhet përmes faktit që ky është libri i parë i poetik i Mjallaq Qillerit, ndërkohë që Mjallaq Qilleri është një nga shkrimtarët e viteve më së shumti të njohur nga vitet 75 deri në ditët tona. Me të cilën jemi dashuruar të gjithë ne, Brezion. Me një kolan të plot librash në prozë, libra të cilët shpesh janë enumeruar dhe listuar si përfaqësuesët më të mirë dhe më të cilësishëm të letërsisë së krijuar të paktën në arkun e 3 dekadave të fundit. Dhe këtu mund të përmend libra të tij si Jetë dhe dashuri, Kristali blu, në vitet 70, Një vjesht me Elian dhe shumë libra që lidhen kryesisht me prozën e shkurtër, me tregimet dhe novelat e tij, apo me drama të cilat në pjesën më të mirë të tyre përbëjnë në repertorin e pasur të teatrove të njohura si ai i Gjirokastrës, i Fierit apo edhe nga teatri kombëtar. Pavarësisht promovimit të Mjallaqit, vlerat e tij ne do t'i marrim të shpalosura dhe nga autorë të tjerë. Shfrytëzoj nga rasti që kemi këtu kryetarin e Unionit të Gazetarëve. Ç'mendim keni për Unionin? A mblidhen gazetarët? A mund t'i mbledhësh dot ti gruposh, ti udhëzosh, apo janë independent përgjithsisht? Në fakt, unë duhet të them që ka ndryshuar forma klasike e mbledhjes së gazetarëve. Nëse flisni për mbledhjen e gazetarëve në një sallë apo në një mjedis dhe natyrisht të listohet prezenca fizike e tyre, kjo është padyshim shumë e vështirë. Por ne nëse flasim për mbledhjen e gazetarëve rreth nismave që ndryshojnë dhe përmirësojnë jo vetëm përfaqësimin profesional të tyre, por më së shumti në vlerat që kërkohet gazetarëve si përfaqësues dhe shërbyes të interesave të publikut, atëherë mendoj që në komunitetin ton ka një lëvizje të mbarë dhe ka një angazhim pozitiv. Sot, aspektet më të rëndësishme të jetës profesionale dhe sidomos të kritereve që e ndryshojnë dhe e bëjnë më të cilësishme atë, janë të formuluara, janë të artikuluara dhe shprehen prej komunitetit apo prej asociacioneve të gazetarëve. Ndërsa përsa i përket pjesës tjetër që ne shpesh e quajmë përmes termit të partneritetit social, këto janë disa prej elementeve më negativiste të realitetit sotëm publicistik dhe mediatik në Shqipëri. Ndonjë diçka tjetër për të shtuar për veprimtaritë e ardhshme? Unë e vlerësoj komunikimin dhe intervistën me ju për vetë faktin se ajo bëhet në një mjedis kulturor dhe sot nevoja më imediate e shoqërisë në përgjithësi, por në veçanti e komunitetit të gazetarëve profesionistë të Shqipërisë, është për një kulturim të përhershëm, për një ambicie kulturuese të tyre dhe në veçanti për një përmirësim të etikës së kulturës dhe të problemeve që lidhen me cilësinë në adresë të meritokracisë dhe vlerave të përgjithësi. Dhe mbi të gjitha të qytetarisë, do të thoja. Padyshim edhe të kësaj, madje kjo është parësore në misionin tonë profesional. Faleminderit dhe suksese.